Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos e bëni më këtë gabim, nëse larni çdo ditë gjatë verës, duhet ta dëgjoni këtë lajm urgjent. Nuk ka si një dush i freskët pas një dite të gjatë dhe të lodhshme. Tani në verë duket sikur çdo kohë është më e përshtatshme për dush, por prisni, a duhet të jetë e vërtet? Sipas dermatologëve, dushi i përditshëm vjen me më shumë dëme për lëkurën dhe shëndetin se sa përfitime. Po dehidratoni lëkurën në nivel qelizor. Kimikatet e sapunëve dhe shampove, uji i ngrohtë dhe gjithashtu qëndrimi i zgjatur në dush do ta thajë lëkurën në një nivel qelizor. Bëni dushe të shpejta me ujë të vakët dhe siguroni që të hidratoni lëkurën gjithmonë për të ruajtur lagështinë e humbur. Nuk jeni aq të papastër sa ju mendoni. Sipas Dr. Casey Carlos, një ndihmëse në mjeksi në katedrën e dermatologjisë në Universitetin e Kalifornisë, pohon se shumica e njerëzve përdorin sapun kur në të vërtetë nuk ka nevojë për të. Carlos thotë se lëkura është aftë që të pastrojë veten dhe nuk është i nevojshëm përdorimi i shampos në të gjithë sipërfaqen e lëkurës, veç zonave ku gjëndrat e djersës kanë edhe një numër më të lartë. Po dëmtoni flokët tuaj. Ashtu si lëkura, larja e flokëve çdo ditë do të eliminojë yndyrën natyrale duke i lënë flokët tuaj të thatë. Dermatologët thonë se ju nuk duhet që t'i lani flokët më shumë se 1 ose 2 herë në javë. Po eliminoni gjithashtu bakteret e mira. Ndonse mundet të duket se dushi pastron dhe eliminon bakteret nga lëkura juaj, ajo që nuk dini me shumë rëndësi është që shumica prej tyre janë të dobishëm në shëndetin e lëkurës. Pa bakteret e mira, sistemi imunitar, sistemi i tretës dhe shumë sisteme të tjera nuk funksiononin ashtu si duhen. Dëmtimi i mikrobiomës gjithashtu mundet që të çojë në një sër problemesh të tjera shëndetësore. Mirë po, këtu ne do t'ju tregojmë se sa herë duhet të bëni dush gjatë verës. Temperaturat e nxehta vërtet, siç e përmendëm, janë shumë të mundimshme. Njeriu djersin dhe lodhet akoma edhe më shumë gjatë verës si pasojë e këtyre temperaturave. Dushi tingëllon, ideja më e mirë për të gjetur lehtësim nga vapa, lodhja dhe gjithashtu stresi dhe si pasojë e këtyre problemeve dhe temperaturave. Dushi nga ana tjetër tingëllon si ideja më e mirë për të gjetur lehtësim nga vapa, lodhja dhe djersa. Ndaj, kur vjen puna tek higjiena personale në verë natyrshëm, linde dhe pyetja sa shpesh duhet që të bëjmë dush në stinën e verës. Shumica e njerëzve do të lahen çdo ditë, por kjo sipas ekspertëve është e tepruar. Ekspertët dermatolog thonë se njerëzit e teprojnë me dushin e përditshëm. Dushi i tepruar nga ana tjetër përthan lëkurën dhe prish ekuilibrat e vajrave mbrojtës të lëkurës. Përpasoj, dushi i përditshëm është krejtësisht i panevojshëm sipas ekspertëve. Sa herë në ditë duhet të laheni në verë? Në muajt e ngrohtë të verës, dermatologët thonë se njeriu duhet të marrë në konsiderat mjedisin, aktivitetin dhe vetë trupin. Për shembull, klima e lagësht nënkupton gjithashtu që trupi juaj përthith më shumë papastërti që nxjerr në pa edhe nevojën për t'u larë akoma dhe më shumë. Për më tepër, njerëzit të cilët kryejnë aktivitet fizik që nënkupton djersitje më të madhe duhet që të rrisin dozat ditore të dushit. Dermatologët thonë që duhet të tregoni kujdes me lëkurën. Mbajini ujin të vakët në mënyrë që të pengoni përthithjen e lëkurës. Uji i vakët përmban gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe përmirëson imunitetin. Ju gjithashtu duhet të tregoni të kujdesshëm me peshqirin. Ju nuk duhet ta fërkoni lëkurën me anshpërsi me peshqir, sepse në të kundërt do ta dëmtoni.
Dermatologët shprehen se ju duhet të shmangni leckat e lagura me solucion antibakterial për përfshirjen e trupit sepse ato do të prishin mikrobiomën e lëkurës. Rregulli i përgjithshëm për të cilin dermatologët bien një zëri dakord është që në stinën e verës duhet të bëni dush 2 herë në ditë. Dushi i parë duhet bërë në mëngjes pasi të zgjoheni, ndërsa i dyti para se të shtriheni për të fjetur. Dushi i mbrëmjes është i nevojshëm sepse kontribon në cilësinë tuaj të gjumit. Në të dyja rastet, dushi nuk duhet që të zjasë më shumë se 10 minuta. Mirë po duhet të keni parasysh se nuk duhet të tepruar sepse ai mundet që të jeti dëmshëm edhe për lëkurën. Por nga ana tjetër ju duhet të dini se dushi nuk duhet bërë çdo ditë sepse dhe kjo do të ndikonte negativisht në shëndetin e lëkurës tuaj. Rregullat e larjes së flokëve në verë ja çfarë duhet të dini. Flokët janë një shenjestër e lehtë e rrezeve të dëmshme të diellit, pluhurit dhe faktorëve të tjerë dëmtues të cilët gjenden në ajër. Për postyre gjatë stinës së verës, flokët djersiten dhe ndoten më shpejt, ndaj natyrshëm lind pyetja: a duhen larë shpesh flokët gjatë stinës së verës? Sa herë në javë duhet të lahen flokët gjatë verës? Ekspertët thonë se floku dhe nevojat e tij bazohen tek organizmi unik i secilit individ dhe se kriteret për larjen e flokut duhen bazuar gjithashtu në 3 faktorë. Djersitja. Në qoftë se ju jeni një person i cili djersin shumë, atëherë ju duhet që t'i lani flokët tuaj shpesh, por deri në 2 herë në javë. Nëse e shihni të nevojshme t'i lani më shpesh, siguroni që gjithashtu ju të përdorni zbutës. Skalpi i kokës duhet të jetë i pastër dhe pa baktere dhe njëkohësisht ai duhet që të ruaj vajrat natyral që ai përmban. Shampon ju mundet ta aplikoni vetëm tek pjesa e rrënjëve, ndërsa zbutësi në të gjithë gjatësinë e tij, përveç rrënjëve. Volumi i flokut. Volumi i flokut është gjithashtu një kriter i cili duhet të zbatuar në mëdyshjen mbi larjen e flokëve në këtë periudhë të vitit. Nëse keni flokë të dendur dhe ju djersisni shumë, atëherë duhet ta lani flokun një herë në 2 ditë me një shampo krejtësisht të thatë. Flokët e lyrë me bojë duhen mbrojtur me vaj në arrës së kokosit përpara ekspozimit në diell dhe për të mbrojtur nga uji i detit. Të dyja këto kanë efekt zbardhues tek flokët. Pas një dite të kaluar në det, ju mundet që të shpëlani flokun tuaj me ujë të pastër dhe më pas ju mundet që të përdorni një shampo për mbrojtjen e ngjyrës. Flokët e hollë. Flokët e hollë duhen të lahen një herë në 2 ditë dhe nëse jeni buzë detit ose pishinave të shpëlaheni menjëherë pas notit. Në qoftë se ju keni skalp të thatë, atëherë mundet të përdorni shampo të thatë dhe një shpëlarje të thjeshtë me ujë, pa pasur nevojë për një shampo të zakonshme. Flokët e lyrë dhe njëkohësisht të verdhë ose të kuq kanë gjithashtu nevojë për trajtime të veçanta gjatë verës në mënyrë që ju t'u jepni flokëve tuaj lagështinë e munguar, prandaj gjithnjë tregoni të kujdesshëm se si të veproni me flokët tuaj dhe të mbroni edhe bukurinë tuaj të jashtme. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.